Dy persona babe birë kanë rënë në prangat e policisë pasi dyshohet se kishin kultivuar 194 bim kanabis sativa në afërsi të banesës së tyre në fshatin Meshgoran. Bëhet fjalë për dy shtetasit me iniciale MC 64 vjeç dhe EC 35 vjeç, babe birë. Kapja e tyre është bërë e mundur si rezultati i shtimit të kontrolleve të territorit me dron, kontrolle që kanë objektiv parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike. Komisariati i Policisë Tepelen evidentoi një rast në këtë fushë, thuhet në njoftimin e policisë, po ashtu në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar një pjesë e vogël e bimëve, pjesa tjetër asgjësohet nëpërmjet djegjes. Sipas informacioneve nga uniformat blu, vijojnë kontrollet për të goditur raste të tilla. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme.